Kolegja e Syrit TV Alba Kepi do t'jetë me mua në një lidhje direkte në këto momente. Përshëndetje, Alba. Përshëndetje, Ne faleminderit kemi për ftesën. diskutuar edhe në komunikimin e fundit bashk në lidhje me ngjarjet e rënda që për fat të keq kanë patur si protagonist shtetas shqiptar. Kemi dy vajza që kanë humbur jetën, njëra e ekzekutuar nga ishi dashuri i saj dhe një tjetër 27 vjeçare nën e një fëmije të mitur, e cila është gjetur e lidhur në një pemë. Do doja të flisim për të dyja ngjarjet, nisur nga kjo e fundit. Kemi detaje të cilat vijojnë të zbardhen mbi çfarë ka ndodhur me Entela Mahmutaj, është 27 vjeçare shqiptare, e cila u gjetu e vetvarur në një pemë, në një rrugë lidhse në komunën në provincën e Molisës, në rajonin e Molisës në Itali. Dhe supozohet se ndoshta nuk kemi të bëjmë vetëm me një vetvrasje, por edhe me një nxitje në vetvrasje. Fakti është se janë zbardhur detaje nga kjo ngjarje e para, sepse mendohet se ajo nuk mund të kryente, të paktën janë miq familjarë të cilët kanë folur që e shohin të pamundur që ajo të kishte arritur një gjest të tillë ekstrem, duke patur parasysh që Natyrën e saj, po. Natyrën, por dhe se është nënë e një djali 7-8 vjeçar dhe me të cilën ishte i lidhur. Dhe fakti tjetër ishte se ajo ishte në fazë ndarje me bashkëshortin e saj, 51 vjeçar italian. Dhe mëngjesin e ditës kur ka ndodhur kjo tragjedi, ajo kishte lënë një takim me një studio legale, një studio ligjore, pikërisht për procesin e divorcit nga bashkëshorti i saj. Të gjitha këto detaje padyshim bëjnë që prokuroria të nisë dhe të ketë më shumë dyshime sa i takon mbi gjithçka ka ndodhur. Fakti është se dje është marrë në zotërim apo në dorëzim nga mjekësia ligjore kryerja autopsisë mbi trupin e së ndjerës, që padyshim do mund të zbardhë element më shumë si nga analiza biologjike apo gjithçka tjetër mbi faktin nëse ka qenë vetvrasje apo ka qenë diçka tjetër më shumë. Së dyti po hetohet dhe është marrë në pyetje bashkëshorti i saj, them bashkëshorti pasi ende nuk ishte kryer. Po ende nuk ishte kryer ndarja ligjore mbi marrëdhënien mes tyre dhe padyshim është marrë në analizë dhe telefona e celular i së ndjerës për kuptuar raportin që kishte mes saj dhe ish-bashkëshortit të saj. Janë publikuar, le të themi, të dhënat e gjendura? Jo. E para është të kuptojmë, të besoj se ndoshta nga fillimi i javës tjetër do të kemi të zbardhur dhe rezultatet e autopsisë, pasi është marrë dje në zotërim nga mjekësia mjekoligjore, e cila mund të na japi detaje më shumë nëse vdekja ka ardhur pikërisht nga varja në pemë apo jo, nga vetvarja, siç dyshohet. Dhe së dyti duhet kuptojmë më shumë se sa pasi ka një dyshim se kemi një nxitje drejt vetvrasjes. Domethënë, në raporti mes tyre ka qenë mjaft konfliktual në javët kohët e fundit në këtë proces në prag divorci. Dhe me shumë gjasa e vërteta do të jetë në telefonin e viktimës, po. Padyshim dhe këto janë ato elementë të cilat ndoshta na vënë ato kufin që nuk mund të flasim dhe të analizojmë më shumë për te asaj çka janë elementët që deri më sot prokuroria e Molisës ka vënë në dispozicion dhe për mediat. Sa i takon Ilaria Sulës, vijon të jetë ende një nga ngjarjet femminicidios më të nxehta, më dramatike, më tragjike. Prezente në të gjitha edicionet e lajmeve në Itali. Shokues gjithçka, çdo rrethan, çdo gjë që zbardhet, qysh tek letra, qysh tek rrethana, deri tek mosha mjaft e re, si e Ilarias 22 vjeç, ashtu dhe autorit krimit 23 vjeç, lidhja sentimentale mes tyre. Pra gjithçka ka bërë që kjo vijon të jetë një nga ngjarjet më dramatike të këtij fenomeni të femminicidios. Jemi ende edhe këtu në një proces hetimor me elemente që pristet të zbardhen pikërisht nga zbërthimi i të gjithë analizës telefonave celular të viktimës, por edhe të autorit të krimit, Mark Anthony. Vijojnë të jenë nga njëra anë pala mbrojtëse që mbështet tezën se ai ka bashkëpunuar i vetëm në procesin e pra Mark Anthony ka punuar i vetëm në procesin e fshehjes së trupit. Nga ana tjetër kemi prokurorin e çështjes Giuseppe Cascini që vijon
dhe ka thonë qysh në ditën e parë kur ka vënë në mas ndalimi Mark Antony Samson, që për të kjo çështje, kjo ngjarje ka ende shumë element për të zbardhur. Vijon të jetë të qëndrojë këtij qëndrimi të tillë dhe ndoshta kjo e bën që dhe çdo detaj, çdo rrethana e kësaj ngjarje të jetë mjaft e kujdesshme në zbardhjen, sepse ndoshta gjithçka që po kryhet dhe pas atyre kuintave që ne nuk i dim, pasi mbahen në mbikëqyrje, mbahen në përgjime, mbahen në vëmendje të hetuesve, të gjitha ata persona të cilët të janë lidhur me jetën e dy autorit krimit dhe së ndjerës Ilaria. Pra flas për miqësitë e përbashkëta, flas për familjen e Mark Antony, dhe gjitha këto ne presim që ndoshta një ngjarje që vijon të jetë e mbushur me mister. Dhe mendoj që qysh në momenti kur do nis seanca e parë gjyqësore, që ende nuk e kemi datën, me thënë të drejtën, do të kemi surpriza dhe ndoshta aty do të kuptojmë më shumë edhe në sallën e gjyqit gjithçka që ndoshta hetuesit vijojnë ta mbajnë ende të sekretuar pikërisht për shkak të procesit hetimor. Dhe do të ndryshojmë temën e diskutimit, Alba, për të kaluar tek Giorgia Meloni, kryeministra italiane, e cila ka patur një takim me presidentin turk Erdogan. Ne tashmë e dim forcën e Turqisë, l'influencën që ajo ka për shkak edhe sepse konsiderohet si një nga forcat më të mëdha të mbrojtjes, është vend antar i NATO-s. Do të vazhdojmë bashkëpunimin mes vendeve, ka thënë Meloni, ndërkohë që ka edhe një marrëveshje. Për çfarë bëhet fjalë dhe pse pikërisht vjen në këtë periudhë kjo marrëveshje? Një marrëveshje që forcat opozitare në Itali e kanë quajtur një takim hipokrizie, pasi shumë herë qeveritë e mëparshme italiane, dhe këtu cilësoj një emër të rëndësishëm, ish kryeministër i Italisë që ishte Mario Draghi, e ka cilësuar presidentin turk si një diktator. Dhe fakti se Giorgia Meloni komentohet apo supozohet se është një pasuese e vijës së Mario Draghi në drejtimin e qeverisë italiane, dhe fakti se ajo ka zhvilluar një takim të tillë, ndoshta më të rëndësishmi në Rom në këto muajt e parë të vitit 2025, e vën në dyshim dhe ka marrë këto kritikat forta si një takim hipokrizie, pasi nuk pritej që Giorgia Meloni të kishte një takim i cili është pasuar dhe me një summit në nivel ekonomik, ku ishin të pranishëm, jo vetëm drejtues dhe eksponent të rëndësishëm të çështjeve ekonomike të qeverisë turke, por dhe sipërmarrës turk. Mendoj se ky takim vjen në vijën që Meloni ka zgjedhur për të qenë dialoguese mes të gjitha atyre forcave apo vendeve të forta të cilët kanë probleme me Bashkimin Evropian apo kanë dhe janë në linjë të parë të çështjeve madhore që ka Bashkimi Evropian. Dhe këtu mos harrojmë se çështjet e mbrojtjes, çështjet ushtarake dhe mbi të gjitha çështja e migracionit ka si protagonist dhe Turqinë. Dhe këto dy çështje ishin dhe kryesore, thelbësore në takimin institucional të zhvilluar me presidentin turk. Pasi u nënshkruar marrëveshje me një vlerë 40 miliardë euro, ndërkohë që shkëmbimi tregtar mes dy vendeve deri sot arrin deri 30-32 miliardë. Të paktën deri nga takimi i vitit 2022 kanë qenë 30 miliardë. Po, dhe fakti që po synojnë ta shtojnë dhe ta rrisin mbi 40 miliardë, thotë se po forcojnë bashkëpunimin e tyre. Dhe kjo fakt lidhet me komentin se kemi një lloj hipokrizie të qasjes së Melonit ndaj një shteti që... Se i intereson Melonit sot kjo marrëveshje? Si komentohet të paktën nga forcat opozitare? Pse pikërisht Turqia? Të pari sa i takon menaxhimit të çështjeve të emigracionit. Dim se dhe vetë Turqia ka që prej 2016 në marrëdhënie me Bashkimin Evropian, pikërisht për të menaxhuar dhe për të qenë pjesë e mbarvajtjes sa i takon çështjes madhore të problematikës së emigracionit klandestin. Dhe kjo pikërisht bëhet ka pasur dhe një marrëveshje pikërisht mbi këtë problematikë mes Italisë dhe Turqisë, sa i takon çështjes së mesdheut dhe menaxhimit të fluxit të emigrantëve përmes Turqisë, përmes Sirisë, përmes Greqisë. Të gjitha këto janë në fokusin e një marrëveshje që kanë nënshkruar, që ndoshta u zbardhet në ditët dhe javët në vijim. Por dhe në çështjen ushtarake, sa i takon një marrëveshje të rëndësishme që ka të bëjë me prodhimin e droneve ushtarake. Kjo tregon që ka një alarm të shtuar që lufta mund të jetë pranë? Një alarm të shtuar që dhe Italia
po i përgjigjet vendimit të Bashkimit Evropian për të forcuar sistemin e mbrojtjes së çdo vendi antar, duke kryer veprime konkrete. Italia ka një kompani mjaft rëndësishme që quhet Leonardo, por që bashkëpunimi me dronet turke, që di mjaft mirë që pronari i dronëve turk është dhëndri i presidentit Erdogan, pra pronari i kësaj kompanie turke, të gjitha këto bën që të krijojnë atë rebusin e një apo atij puzzle-it që e vën Melonin le themi në padyshim, por Italia është përgjigjur thirrjes së Bashkimit Evropian dhe angazhimit të saj, përgjegjësisë së saj si vend antar për të forcuar dhe sistemin e saj mbrojtjes. Është diskutuar edhe për sa i përket situatës në Ukrainë, duke qenë se edhe Erdogan, edhe Meloni konsiderohen si të përkëdhelurit, të preferuarit e Donald Trump. Pikërisht, por nuk ka pasur shumë qartësi në këto biseda, për faktin se dhe konferenca e shtypit mes Erdogan dhe Melonit ka qenë një konferencë e cila nuk ka pranuar pyetjet e gazetarëve. Dhe këtu ka qenë një tjetër kritike fort. Ka qenë vetëm një konferencë e përbashkët ku secili ka folur dhe ka thënë ato që ka dashur të thotë dhe asnjë nga gazetarët, qoftë ata turk, qoftë ata italian, qoftë ata të huaj prezent në Rom, nuk janë pranuar të bëjnë pyetje në këtë konferencë. Dhe që aty kanë nisur të gjitha kritikat e këtij takimi. Megjithatë, nga kolegët turku supozohet një takim në nivel institucional jo më shumë të reja, përveç asaj faktit që ka një rritje të shkëmbimit tregtar në vitet e ardhshme dhe faktit të një kontrate të nënshkruar për prodhimin e një bashkëpunimi të droneve përmes Italisë, droneve ushtarake përmes Italisë dhe Turqisë. Por kemi një kritik të fortë nga aktivistët italianë, nga politika opozitare, nga gjithë ata gazetarë të cilët janë edhe kritik në linjën e qeverisë Meloni, për faktin se nuk është thënë asnjë gjysmë fjale as nga ana e kryeministres italiane, e cila shpeshherë shfaqet se është flamurtare e betejave të mbrojtjes së drejtave civile, sa i takon çështjes asaj çka po ndodh në Turqi. Vetëm pak ditë para se të mbërrinte Erdogan në Rom, janë kryer arrestime të forca të elementëve opozitar në Turqi, dhe gjitha këto kanë shkuar kundër mendimit, analizës, gjithçkaje që lidh me qëndrimin e qeverisë italiane në këtë takim. Mendoj se është një takim që nga një farë mënyre nuk ka sjell një bonus pozitiv për Melonin. Të falenderoj shumë Alba për lidhjen dhe për të gjitha opinionet që ndave me ne. Fundjavë sa më të këndshme. Kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.